Këtu jemi në kompleksin e objekteve fetare. Spari në të gjathë meje është xhamia e vjetër apo e Ibrahim Pashës, e cila është ndërtuar me 1678. Thuhet se përpara se ta ndërtoje këtë xhami Ibrahim Pasha, prej kësaj date ekziston kjo xhami. Këtu në të majtë tonën kemi tyrben apo gjithë populli këtë kompleks ndërtimor e quan Teqe e Preshevës. Në realitet, Teqe e Preshevës ka qenë e rrethuar me mure dhe në te ka qenën edhe qeshmja, edhe tyrbja e Preshevës, po ka pas edhe objekte tjera. Ka qenë një semahane, sallë e riteve fetare, mirë po aty janë mbledh edhe rinia preshevare, e cila është arktu edhe kanë bisedu për çështje ndryshme të Preshevës e MG. Po ashtu në këtë kompleks ka pas edhe hane, bujtin, kuzhinë për udhëtar të cilët kanë ardhur dhe kanë mbetë për të bujt këtu. Kjo qeshme është ndërtuar me 1878, ndërsa Teqe apo tyrbja e Preshevës është ndërtuar në shekullin 17, më saktë ka viti 1700. Në tyrbën e Preshevës mrenda janë 4 vorreza. E sheh Ymerit, sheh Saliut, sheh Selimit edhe sheh Aqifit. Ndërsa para tyrbës është vorreza e sheh Maksutit, është një vorrezë e panjohur, edhe djalit të tij i cili ka vdek 17 vjeçar. Sheh Maksut Efendiu me themelimin e kazas Preshevës me 1878 është zgjedh kryetar i degës së lidhjes shqiptare të Prizrenit. Atëherë kazaja Preshevës ka qenë kuadër të Sanxhakut të Prishtinës, vilajetit të Kosovës. Si po shihet tash, ka mbetën vetëm qeshmja, tyrbja edhe xhamia, ndërsa objektet tjera janë shkatërruar.